Njëherë për i thot Aishës radiallahu anha grujës vetë, thot, ja Aisha, dherini e të abbedu fi hadhi lejle, rabbi. Oj Aisha, thot, sonte, thot, më le të qetë, më le, thot, rahat, du, thot, me i bon ibadet, thot, Zotit tim. Du me i bon ibadet, thot, Zotit tim. Edhe du mu lut. Edhe pejgamberi alayhis salam, thot, uskaju, edhe po falet. Gjatë faljes, thot, po kanë. Po qanë, për i shkrejnë lëtë vazhdimisht. Sa që thot, bele lihjetuhu, prej lëtëve që i rrëdhnin duke u falë pejgamberi selam, edhe mjekra e ti, tha, ju lagë prej lëtëve. Mirë për ishte veç vetë, tu falë në dhomën e vetë. Be të regonë se në qëfar gjendje, ku ka mëri, pejgamberi selam, thot, e lagu mjekrën e vetë. Mande, thot, bele hijrehu. Mande, thot, edhe përeheri ti ju lagë prej të kajtë mësë. Edhe përeheri, edhe gjunjet e ti ju lagën nga të qajtrat e ti. Mande, thot, belle erduhu, thot, e pam që edhe toka kishte fillu mu lagë nga të qajtrat e pejgamberit alayhis salam në namazin e natës që e bante i vetmum në dhomën e vetë. Që qënë e vllazër, veç pak me mendue se qëfar pozite dhe në qëfar statusi dhe sa ka qenë i ngritër pejgamberi selam, do thot e ka mbush, e ka lag mjekrën e vetë, e ka lag prehrin e vetë, e ka lag tokën e vetë, me lëtët që i kanë rrjedh në namazin e natës, duke u fal i vetmum në dhomën e vetë. Dhe erdh Bilali radiallahu anhu, en ju dhinehu lis salatil fajr, për me zgju për namaz të sabahit, pejgamberi alayhis salam. Kur erdh edhe e gjet pejgamberin alayhis salam në atë gjendje, duke kajt, që ju kishte lag edhe mjekra, edhe preheri, edhe toka, edhe gjithçka duke kajt, tha, ja Resul Allah, lime të bëki, tha, pse po qanë i dërguar i Allahot, a nuk ta ka falë Allahot krejt gjënate tuja, gafere ma të kaddeme min dhembi o ma të ekhare, edhe krejt gjënat që ka do të vinë, thot ti ka falë, thot pse, thot ti ka të shumë për mundën vjetën. Pejgamberi alayhis salam ja dha një përgjigje shumë madhështore, e cila vlen të mbahat mend, tha elem ekun abden shekura, a nuk ban thane mu konë rob mirënjohës edhe falendrues i Zotit. Për të mirat që mi ka dhonë, për begatit që mi ka dhonë, thot, a nuk ban mu konë, edhe pse mi ka falë krejt mëkatet edhe krejt gjënat, unë du, thot, me qenën falendrues edhe mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot. Kjo mesazh për neve vllazër, pavarësisht ku kemë rrinë, pavarësisht sa kije, lidhjen tonë mos e shkput me Allahun xheleshanu, po banu thot mirënjohës edhe falendërues për të mirat që ti ka dhënë, qoftë nga familja, qoftë nga shëndeti, qoftë nga pasuria, qoftë nga qetësia, nga rahatliku, gjithë të mira vllazër meritojnë që lidhja jonë të jetë e fuqishme me Allahun xheleshanu. Mande i tha Bilalit radiallahu anhu, thot, si mos të qaj, thot, kur në këtë natët më kanë zbrit dhe ajetet Kur'anit, që të regojnë për krijimin e tokës, krejnë për krijimin e ditës, krijimin e natës, se qëfar vlere kanë këto për neve, thot, mjerë ata të cilët nuk i meditojnë. Uejlun lehum, unzilet li, inne fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi al-lejli wan nahar. Thot, sa shenja të fuqishme ka në krijimin e qiellve edhe të tokës, edhe në ndryshimin e natës edhe ditës, që krejt këto janë kompetencat të Allahut xheleshanu, e ku mos me kajt unë për këto të mira që ne ka mundësu që të kemi këtë jetë, edhe këtë qetësi, edhe këtë rahatlik, që krejtësisht është i vartë pe Allahut fuqiplot. Andaj vllazër, këto mesazhe le të flenë në zemrat tona edhe në shpirtin tonë. Sa do që të mërim, sa do që të kemi lidhjen e fuqishme, nuk duhet vllazër me shkput